Nuk e mendova që do jetoj me këtë njeri së bashku. Vërtet unë rash në dashuri me Raifin. Dashuria vërtet pa sakrifica nuk mund të ekziston. Më ka dhënë dashuri dhe i kam dhënë dashuri, pa fund. Është një zë që mund të vijë ndoshta një herë në 100 ose 200 vite. Suksesi nuk është qelësi i lumturisë. Mirë po lumturia është qelësi i suksesit. Njeriu kur e dash ka një njeri i mëson edhe tipin. Kemi mësuar që t'jemi sa më shumë të sinqert, të dashur. Si qenit njerëzore neve gjithmonë mësojmë. Edhe tani që po flasim, unë po mësoj diçka për jush. Neve gjithmonë jetojmë me hallet e Kosovës dhe Shqipërisë. Merita i bën gjitha pjatët speciale. Çka do që gatu Merita? Le që do hash ndoshta edhe pjatën komplet, po sikur edhe një vezë me bë, duket sikur e ka pjek një qinç. Arif dhe Merita mirë se erdhët në revistën Bordeaux. Teksa ju u takuat për herë të parë, kur e kuptuat që takimi juaj nuk ishte thjesht një njohje, por fillimi një jete së bashku. Do thosha që fillimi që kur u takova me Raifin, nuk e mendova që do jetoj me këtë njeri së bashku, po e mendova që duhet kaloj sa më shumë orë edhe minuta, nga që vërtet unë rash në dashuri me Raifin. Çfarë ju bëri të dashuroheni me njëri tjetrin fillimisht? Muzika. Si ka ndryshuar dashuria juaj me kalimin e viteve? Me kalimin e viteve, të me thënë, në fillim kur takosh me një person, që ato shkëndijat e dashurisë, të me thënë, dashurisë së verbër, dhe ke një energji të mbrëmshme që ta përcakton edhe vetë partnerja, të me thënë në rastin konkret me Rita, dhe dashuria me kalimin e kohës shndrohet në një respekt. Të me thënë, është shkalla e dytë, sipas mendimit tim, që është dashuria dhe respekt. Jo që respekti nuk ka qenë në fillim, mirë po vetëdijsohesh respektin që i ke banë që në fillim, tash e shef me një sy tjetër dhe me një dozë të shtuar pa tepër. Si e përcaktoni sot dashurinë? Për mendimin tim, dashuria, përcaktimi i dashurisë është varësisht që ka bën njëri për tjetrin. Se mund të thush personit çdo ditë që të dua, mirë po kur ti nuk bën asgjë për atë person, atëherë ajo është vetëm ato janë vetëm llafe boshe. Cila është gjëja më e bukur që keni mësuar nga njëri tjetri? Gjëja më e bukur që kemi mësuar nga njëri tjetri, unë jam shumë tolerante si natyrë, dhe njeriu kur e dash ka një njeri i mëson edhe tipin, edhe mënyrën se si vjen dhe jeta nuk është aq e lehtë për çdo njeri, dhe çka kemi mësuar nga njëri tjetri, kemi mësuar që t'jemi sa më shumë të sinqert, të dashur dhe të marrim sa më shumë gjëra për t'i dhënë dhe njerëzve këtë lloj dashurie dhe këtë lloj respekti. Keni bërë sakrifica për dashurinë? Po, kemi bërë shumë. Pa fund. A janë disa shumë të dhaja, por dashuria vërtet pa sakrifica nuk mund të ekziston. Çfarë admiron Merita tek Raifi? E admiroj si muzikant, së pari sepse aty e kam njohur në muzikë. Admiroj zemrën që ka. Ka një zemër të madhe, të jep gjithçka. Nuk ka limit për Raifin. Të jep dashuri, të jep respekt. Kuptohet, neve nuk kemi gjithmonë dashuri dhe respekt, mund të kemi edhe momente argumentesh, por gjithmonë është ajo që i kemi dhënë shumë, më ka dhënë dashuri dhe i kam dhënë dashuri, pa fund. Çfarë admiron Raifi tek Merita? Gjallërinë e saj, shumë e gjallë sinqeritetin, dhe gjithmonë mendimet e saj pozitive për të ecur përpara. Përveç zërit që është një zë që mund të vijë ndoshta një herë në 100 ose 200 vite, që jo me fat që e kam. Do të thonë që e kam meritës ose e kam zërin e meritës. Dhe admiroj pastërtinë e saj, shpirtin e pastër që ka për veten e vete, për mua, për familjen tonë dhe për të gjithë miqtë që i kemi rreth rrotë. Cila është ajo këngë që identifikon dashurinë tuaj? Është një nga këngët që ka krijuar Raifi, që unë kam kënduar në Disco Club Albania për herë të parë, e jotja jam i imi je. Dhe këtu ka qenë një nga krimet e para
që ne ishim në dashuri që Raifi e krijoi me tekst të Juliana Orgaxhiut. A ka një premtim që i keni bërë njëri tjetrit dhe ende e mbani? Po, premtimet, unë për veti çdo premtim që i kam dhënë Meritës gjithmonë e kam realizuar. Edhe shpresoj, edhe besoj, inshallah Zoti ma jep mundësi që ti përmbush të gjitha premtimet derisa të kemi jetën që ja ka dhënë Zoti. Si është të ndash jetën me njeriu që ndan edhe skenën? Është shumë e lehtë, po është edhe vështirë. Sepse Nuk është edhe aq e lehtë, por gjithmonë duhet gjendur ai çelësi për ta vazhduar. Ka shumë çifte që thonë nuk mund të punoj dot me bashortin. Dhe ka shumë çifte që kanë punuar vazhdimisht me bashortët e tyre. Po në varet, profesioni janë, për shembull unë si këngëtare dhe Raifi si muzikant, ka qenë një lidhje shumë e fortë dhe shumë e mirë që i ka shërbyer njëri tjetrit. Nuk po themi që njëri ka qenë aktor dhe tjetri piktor, kjo është pak që edhe mund të jenë të ndarë profesionet. Po në rastin konkret ne jemi bashkë për këtë arsye sepse performojmë së bashku, ndërkohë edhe gjatë ditës japim dhe mësim. Vetëm aty jemi të ndarë kur japim mësim, sepse Raifi jep mësim diku tjetër, unë jap mësim diku tjetër. pastaj suksesi nuk është qelësi i lumturisë. Mirë po, lumturia është qelësi i suksesit. Dhe më thënë, kur je i lumtur, padyshim që gjithmonë do kesh sukses. A debatoni ndonjëherë për muzikën? Po si? Shumë, debatojmë, dhe më thënë, çka të bëjmë ma mirë, se sa që kemi bërë deri sot, sepse si qeni njerëzore neve gjithmonë mësojmë. Edhe tani që po flasim, unë po mësoj diçka për jush, dhe gjithmonë kemi atë këshërin që prej momentumit që ndodhemi, që do na japin një mësim, dhe të ardhmen ta bëjmë ma mirë ose ta përmirësojmë. Si është përditshmëria juaj në Amerikë? Dita ime fillon që në mëngjes, duke vajtur për të dhënë mësim, se jap mësim në një shkollë 8 vjeçare që mund ta quajmë, që aty e quajnë middle school, jap muzikë, general music, me studentët nga klasa 5 deri në klasën e 8. Dhe japim gjithashtu edhe në Akademinë e Arteve, ku Raifi është profesor i orkestrës, i orkestron, që është dega e ansamblit shqiptar, ku unë punoj me zërat dhe Raifi punon me ansamblin. Dhe ajo është deg zgjedhjeje që e bëjnë të gjithë amerikanët, është vetëm për amerikanët, për student që studiojnë muzikë teori, education, edhe aty e kemi dhe pjesën tjetër. Dita jonë është punë. Si është shtëpia juaj kur nuk ka muzikë? Për çfarë diskutoni? Po, nga se unë jam për Kosovë, edhe Merita për Shqipërisë, dhe më thënë, neve gjithmonë jetojmë me, si ta themi, me hallet e Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe çfarë do gjendje që t'jetë në Shqipëri ose Kosovë, ajo reflekton dhe fillojmë diskutimin, do të thënë, sidomos në Kosovë, për shkaqe të ndryshme politike. Dhe ka diskutime të ndryshme, të gjendjes tonë në vendet nga vim, gjithashtu diskutime të ndryshme që çdo njeri, çdo familje i bën me anëtarët e familjes. Kush gatuan më shpesh? Merita. Raifi nuk gatuan, unë gatuaj shpesh, dhe siç e the, si shkon dita në shtëpinë tuaj, shtëpia për mua është gjëja më e shtrenjtë. Kudo që të shkoj, unë shtëpinë e kam si thuash paqe, një vend meditimi, për arsye sepse unë kur jam në shtëpi, unë e kam mendjen si do ta pastroj, dhe kur ta pastroj, aty e ndjej veten shumë më rehat, qetë, edhe gatuaj, kuptohet, dhe gatuaj shumë mirë. Dhe ajo është qetësia ime shpirtërore, është shtëpia e pastër. E theksoj këtë sepse ndoshta në Amerikë thonë je bërë si ke një smundje OCD që nuk lë mikrobet ose plurat, ajo jam unë një njeri që e tregoj dhe nuk e tregoj për të shitur mend, po kjo më është kthyer si sëmundje pas asaj gjëje. Cila është pjata më speciale?
Merita i bën gjitha pjatët speciale. Çka do që gatu Merita? Le që do hash ndoshta edhe pjatën komplet, po sikur edhe një vezë me ba, duke sikur e ka pjek një qinç. Do të thonë është përveç këndimit që ashtu siç e ceka më herët, që ka një zot të veçantë dhe shumë unik, ashtu siç e ka zorën, ashtu siç e ka emrin, ashtu edhe gatur. Do të thonë është fantastike edhe unë ushqimet e saj i ha me andje të madhe, se të shishme. Pjata ime e veçantë është, kuptohet, i ruaj edhe tradicionalet, po edhe i gërshetoj nga ndonjëherë, i përzi. Bëj edhe gjëra të shpejta, siç është pastat, domethënë makaronat, raviolit, këto gjërat e shpejta, por ruaj edhe tradicionalet. Mund të them, domethënë, dita më e bukur është edhe kur kemi fasulën në shtëpi që bëjmë. Ajo është gjë shumë e mirë sepse i duam këto të veçantat. Tava e Elbasanit, fërgesa e Tiranës për eveniment, nuk e bëj çdo ditë, ajo është vetëm në raste kur kam dëshirë të gatuaj. Bukën e kam shumë me merak kur e bëj vetë. Dhe ka qenë një periudhë që bëja bukën këtu i thonë e ardhur vetë. Do me thonë jo bukën me maja, po atë bukën tjetër që vjen që e përgatit më gjatë. Kush vendos më shumë për veshjen e njëri tjetrit? Të dytë njëri tjetrit. Ju pëlqejnë më shumë veshje tradicionale apo moderne? Të dyjet. Unë për vete jam nga që e përdor shumë tradicionalen në Amerikë, sepse ato e duan shumë dhe e vlerësojnë shumë si kostum kur këndoj dhe unë e përdor vazhdimisht, por jam edhe më shumë nuk mund të them jam moderne, po kam qef klasike më shumë. Çfarë traditash keni marrë nga Amerika, që janë bërë pjesë e shtëpisë tuaj? Traditat e Amerikës, Amerika është një shtet që nuk ka tradita, ne kemi tradita. Nuk them që nuk ka, se edhe pse dhe Amerika ka kaluar, ka evoluar dhe ka vite që do me thënë nuk janë më shtëpijat janë shumë karakteristike, po tani janë ndryshuar me kalimin e kohës si çdo vend. Në Amerikë marrë më shumë thjeshtësinë, që njerëzit janë shumë të thjeshtë. Nuk kanë kompleksitetin si do shkoj të blej bukën, si do dal për të psonisur ose për të bërë ndonjë pazar, janë shumë të thjeshtë, edhe në punë janë të thjeshtë, janë casual, nuk e di si mund ta quaj në shqip casual, më thjeshtë. Dhe në Amerikë janë drejt për së drejti. Shumë edhe në bisedë flasin për ato që janë të fokusuar në këtë moment. Dhe do thosha ajo liria, ajo thjeshtësia nuk kanë atë ngërçin, janë më të thjeshtë si njerëz. Janë pa komplekse. Pa komplekse. Mua më pëlqen Amerika, sepse i ka disa tradita që ne shqiptarë nuk i kemi, ashtu siç ata Amerita, do të thonë prakticitetin shumë edhe futen me njëherë në temë, pa i ra rreth në rrotull, që ajo të shkurton kohën për të arritur qëllimin. Dhe unë e shoh një paralele mes amerikanëve autoktonë dhe shqiptarëve, që janë të fjalës edhe të besës. Te besa është e jolla, po kur amerikani e shef që ti me të vërtetë e ke seriozisht dhe mundohesh për të arritur diçka, për të bërë diçka që është për të mirën tuaj, për të mirën e familjes, komunitetit dhe humanitetit, ata të përkrahen 100%. Dhe ka tradita të cilat neve i kemi ba pjesë të jetës tonë, ashtu si që ka thënë baba, çdo popull ka traditën e vet, e të mirat të secilit nacionalitet përvetsoj dhe bëri tuaj. Ku e keni hansur publikun më të ngrohtë? Për diet, Shqipëri, Kosovë, po edhe në Amerikë, shqiptarët e Amerikës që jetojnë atje, dhe më thënë ata gjithmonë kanë qenë pranë nesh edhe janë pranë nesh, edhe neve gjithmonë kemi qenë pranë tyre. Po mos të harrojmë se edhe koncertet më të mëdha që i kemi pa neve, i kemi pa për publikun amerikan. Edhe pse ata nuk e dinë gjuhën, nuk e njohin muzikën, janë gjendje që të vlerësojnë si artist aq më tepër kur është në pyetje Merita, sepse fal teknologjisë dhe mjeteve sociale, ata dhe gjatë koncertit mund ta kërkojnë kush është Merita Halili ose kush është Raif Fyseli dhe vlerësimi rritet edhe më tepër kur kanë informacionin e duhur
për një artiste të madhe si që është, ose një simbol i kombit si që është Merita. Kështu që vlerësimi, na jemi shumë e fatë se vlerësohemi nga të dy komunitetet, edhe komunitetin amerikan, po edhe të shqiptarëve në Amerikë. Grafësinë më të madhe kuptohet që është në vendin tonë, në Tiranë, Mitrovica, Kosovë, gjithandej. Disa projekte të reja për këtë vit të ri? Po, tash me datën 17 dhjetor, ansambli Joni i studentëve, klasa e Meritës që japësim për vokalin edhe orkestra ime, do përfaqësojnë muzikën shqiptare në një festival që quhet Golden Festival në New York, është festivali më i madh ku marrin pjesë diku rreth 60 orkestra të ndryshme nga bara Amerika, e sidomos ana lindore e Amerikës. Pastaj kemi një koncert në Seattle, në Washington State, që është aty në kufi me Vancouver, me Kanada. Edhe atje ne, domethënë, përfaqësojmë unë me orkestrën time bashkë me Meritën, përfaqësojmë shqiptarët, kur them shqiptarët, flas për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Ballkan, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshevë, Balzi, Qamëri, Kalabri. Prezantojmë kulturën tonë në këtë festival që është festival jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është shumë i mikpritur për të gjithëve, sidomos për amerikanë. Faleminderit që u bët pjesë e revistës Bordeaux. Faleminderit edhe nga ju. Faleminderit edhe ju.